Përmes tregimeve për pejgamberët, mësimeve mbi besimin dhe temave që lidhen me jetën fetare në Islam, një seri botimesh për fëmijë synon të afrojë më shumë të vegjëlit me vlerat fetare dhe edukative që përcjell Kurani. Tregime nga Kurani me autor Faisal Spahiu përbëhet nga 10 libra të ilustruara të përshtatura për mosha të reja me një gjuhë të thjeshtë dhe rrëfim të afërt për fëmijët. Autori tregon se ideja për këtë projekt ka lindur nga vetë përvoja dhe ndjenja të qenurit prind, duke parë nevojën që fëmijët të njihen me tregimet kuranore dhe bazat e fesë që në moshë të hershme. Përmes këtyre librave, ai synon që krahas njohurive fetare, fëmijëve të ofrohen edhe mësime për formimin e karakterit, edukimin moral dhe forcimin e besimit në Allahun. Ideja ka lind nga të qenurit prindit të fëmijëve dhe nevoja që atyre më u shpjegu bazat elementare të besimit islam. Njëkohësisht edhe nga nevoja me të cilën jemi ballafaquar në punët tona të përditshme, gjatë angazhimit tonë në kuadër të departamentit të rinjeve të Bashkisë Islame, mesazhi kryesor që përmbajnë thuajse të gjitha librat, prej nishit deri te libri 10, mesazhi kryesor brenda atyre është në besimi në Allahun, pra tevhidi apo njëshmëria e Zotit, dhe ky është ai mesazhi që del në vija të trasha prej secilit libër. Përveç tregimeve, mësimeve që marrim për bazat e Islamit dhe tregimeve të pejgamberëve, nëpërmjet këtyre tregimeve, fëmijëve ju ofrohen disa mësime për të formuar karakterin e tyre të një besimtari të drejtë, i cili do duhej të shfaqej në jetën e tyre të përditshme. Për shembull, në libra, në pjesë të ndryshme të librave, në mënyrë të shkurtë, por në formë ekzemplare apo të shembullit, luftohen dukuritë e këqija, siç është mendjemasia, xhelozia, mashtrimi, të bëri shok Zotit e të tjera. Në përgatitjen e serisë, rëndësi e veçantë është kushtuar mënyrës së rrëfimit dhe komunikimit me fëmijët. Tekstet janë shkruar me stil të thjeshtë dhe të kuptueshëm, ndërsa ilustrimet dhe elementet vizuele luajnë rol kyç në afrimin e përmbajtjes me botën e fëmijëve. Autori thekson se një nga sfidat më të mëdha ka qenë harmonizimi i temave të jurisprudencës islame me formatin narrativ dhe vizual të përshtatshëm për moshat e reja. Duke pasur parasysh edhe faktin që stili që kanë përdorur për të shtjelluar temat komplekse të besimit islam është stili i shkrimit komik, i cili bazohet kryesisht në vizatime dhe shpjegimin nëpërmjet vizatimeve dhe animacioneve, me disa dialog bokse të vogla të cilët nuk përmbajnë shkrim të madh, pra tekst të madh. Në këtë mënyrë kjo është shumë sfiduese për të harmonizuar tekstet e jurisprudencës islame, të cilat shumica e të cilave bazohet në memorizim të madh. Ilustrimet luajnë në këtë stil të shkrimit apo në këtë stil të qasjes luajnë rolin kyç dhe domethënës. Përmes ilustrimeve, fëmijët tentohet që fëmijëve t'ju paraqitet një rrëfim i gjallë, real dhe atraktiv, për të cilin ata do duhej të kapen, pra të bashkohen me të. Ndër tregimet më të dashura gjatë realizimit të projektit, ai veçon librin për Ibrahimin a.s., të cilin e konsideron një nga rrëfimet më frymëzuese dhe më të afërta për të punuar, për shkak të mesazheve dhe dimensionit edukativ që bart për fëmijët. Një prej tregimeve ndoshta nuk mund të them që më ka prekur më shumë, po që si autori librin ka bu përshtypje ose ka qenë më i lehtë për mu punu me të, është padyshim se libri Ibrahimit a.s. Kjo për dy arsye kryesore. E para është se ajo më së miri e paraqet besimin në tevhid, njëshmërinë e Allahut xhaleshanu. Kjo e para
dhe e dyta se përshtatet më së shumti me natyrën e fëmijëve, sidomos të kësaj moshe deri 5 deri në 10 vjeçare. Kur them këto, e kam parasysh dy fakte. Fëmijët janë në këto mosha janë shumë kurioz dhe kanë qef që të dinë shumë. Andaj natyra e Ibrahimit a.s. që ka parashtuar shumë pyetje i përshtatet mjaft mirë natyrës së fëmijëve dhe kjo i bën ata që të duken normal me pyetjet e tyre, të jenë më të shlirë me prindërit e tyre për të bërë pyetje në mënyrë që të arrijnë deri tek një dituri. Seria u dedikohet fëmijëve të moshës 5 deri në 10 vjeç, si një fazë parapërgatitore për njohjen me bazat e besimit dhe praktikave fetare. Në fund të secilit libër është përfshirë edhe një pyetësor, i menduar për t'u realizuar së bashku me prindërit apo mësimdhënësit, me synim që të forcohet roli dhe përgjegjësia e familjes në edukimin fetar të fëmijëve. Autori thot se projekti nuk do të ndalet vetëm me këto botime. Ai synon që seria të plotësohet edhe me 33 video të animuara, të cilat do të shërbejnë si shpjegime vizuale të librave për fëmijë. Po ashtu, në plan janë edhe botime të reja për grup mosha të ndryshme, që trajtojnë tema mbi besimin, gjërat e lejuara dhe të ndaluara, si dhe çështjet që lidhen me jetën familjare dhe shoqërore të rinjve.